Krerët e të gjitha bashkësive fetare islame u mblodhen sot në Shkup, ku në organizim të bashkësisë fetare islame dhe Dianetit të Turqisë u organizua samiti i 10 i liderëve të bashkësive fetare islame. Kreu i bashkësisë fetare islame Shaqir Fetahu nga ky samit tha se në një botë të trazuar nga konfliktet dhe tensionet, njerëzimi po përballet me sfida që kërkojnë jo vetëm zgjidhje politike, por edhe udhëzim moral dhe shpirtëror. Sipas Fetahut, Shkupi sot nuk është vetëm një qytet pritës, ai bëhet piktakimi i mendimit, përgjegjësisë dhe vizionit të përbashkët të liderëve fetar. Në këtë kontekst, mesazhi ynë i qartë dhe i palëkundur se njeriu është krijesa më e nderuar e Zotit dhe jeta e tij është e shenjtë, mbrojtja e jetës, dinjitetit, paqes dhe lirisë së njeriu është detyrim hyjnor dhe përgjegjësi e përbashkët. Në mënyrë të veçantë, ne si udhëheqës fetar kemi obligimin që këtë të vërtet të artikulojmë fuqishëm dhe ta jetojmë me shembull. Në këtë kuptim, bashkëpunimi ndërmjet nesh është domosdoshmëri strategjike. Ndërkaq kreu i kryesisë për çështje fetare në Republikën e Turqisë Safi Arpaush deklaroi se në këto hapësira toleranca nuk është vetëm një nocion, por një traditë e heshtur dhe e fuqishme e jetës së përditshme. Sipas Arpaush, në vendet e Ballkanit vite me radhë njerëzit kanë folur gjuhë të ndryshme në të njëjtën tryezë. Shtoi se njerëzit në këto vise kanë festuar festa të ndryshme në të njëjtën lagje dhe kanë ndarë gëzimin po ashtu edhe pikëllimin, pa marrë parasysh fen dhe prejardhjen. Arpaush tha se qytetet ballkanike i kanë mësuar njerëzit të jetojnë së bashku edhe para se të njihnin dallimet e tyre. Libri ynë i shenjtë, Kurani, e thekson drejtësinë dhe panshmërinë si garancë më e madhe për paqe dhe stabilitet në botë. Ai e vendos mëshirën dhe dhëmshmërinë si themel të marrëdhënieve ndërmjet të njerëzve edhe me mjedisin, dhe qartë thekson se të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të paprekshme. Prandaj, muslimanët të udhëhequr nga parimet e universale të Islamit gjatë historisë janë angazhuar për një jetë dinjitoze, të lirë dhe njerëzore për të gjithë. Në këtë samit morën pjesë edhe krerët e bashkësive fetare nga Kosova, Bosnia dhe Hercegovina, Serbia, Greqia, Bullgaria dhe vendet e mbetura të Ballkanit Perëndimor, po edhe përfaqësues të lartë politik nga vendi.